Zonja dhe zotri, Lumir Abdigjiku vazhdon të jetë kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ky është rezultati, nuk e di nëse mund të kem pamje nga brenda, janë 155 delegat që kanë votuar që ai të mos shkarkohet. Kjo është betejë, të themi, më interesante që një kryetar i një Lidhje Demokratike të Kosovës sapo e ka fituar. Besoj që tash është një moment shumë i rëndësishëm edhe këtu në studio, me që të gjithë panelistët më kanë premtuar 155 delegat janë për. Kanë votuar kundër shkarkimit të Abdigjikut. I 327-ve? Po. Po nuk është shumica ajo, halo. Ta ka deklaruar fitoren, realisht. Edhe janë duke festuar brenda. Unë nuk e di, ashtu ne kam edhe videon e fitores. Për pak minuta do ta shpërndajmë edhe videon e fitores tek regjia. Regjia e kemi videon e shpalljes së fitores. Nxirren në transmetim. Sa? 164 kushimërin, a i fiton. Nëse kanë votu krejt. Po, ky ka fitu. Nuk është shkarku, Imrani. A ende po dyshonin informacionet e mia? Jo, veç votat. Që një muaj jam t'ju tregu. Se jemi në transmetim së drejt për drejt. Lumir Abdigjiku vazhdon të jenë kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dush mi kuptuar pak i dhnushëm se po dojnë me quvenin zgjedhje. Edhe njerë, lutem. Pak, ata po dojnë me quvenin zgjedhje. Po thu që kjo ka qenë është. Kjo veç ka flet Dush mi kuptu pak. Djali keqi. Po ku për ti t'ja jemi t'jedh nu shumë ajo për... 51%, statistikë shumë interesante, 169 kundër shkarkimit, 5 të pavlefshme, do më thonë 51% e delegatëve kanë qenë kundër shkarkimit të Lumir Abdigjikut, fitore shumë e ngushtë, le ta themi, por është fitore. Gjithatë, nxirreni me zë, ju lutem videon e momentit të shpalljes së fitores. Është një sekuencë e fitores brenda, nuk e di nëse kam sinjal